Dimitër Poti, biznesmeni nga Saranda, ish pronari i kompanisë së ilaçeve Çimprod që po hetohet për pastrim parash nga njësia Task Force në Prokurorinë e Tiranës, rezulton të jetë njeriu kryesor i drejtimit të grupit kriminal të trafikut të drogës në disa shtete të Bashkimit Evropian, grup në të cilin sipas autoriteteve greke bën pjesë edhe drejtori i transportit Sarand, Klement Balili ose Keli. Në muajin nëntor 2015, 50-vjeçari Poti, që aktualisht është shpallur në kërkim, u investigua nga gazeta shqiptaria.com lidhur me 5 transaksione të dyshim nga Greqia në llogaritë bankare të kompanisë Çimprod. Këto transferta shkonin në vlerën 826.000 euro, ndërkohë që një pjesë e kësaj shume u sekuestrua me urdhër të prokurorisë. Dimitër Poti, me banim në Belgjik, njihet me pseudonimin Walter dhe zotron në këtë shtet një kompani me emrin RDGL Group BVBA. Ndërkohë, sipas mediave greke, Poti zotron banesa në Tiranë e Athinë, ndërsa posedon llogari bankare në Greqi 366.000 euro dhe në Shqipëri 460.000 euro, ndërsa në Belgjik 100.000 euro. Dimitër Poti rezulton si koka e grupit kriminal që kryente trafikun e drogës nga Shqipëria në Greqi, duke ndërvepruar kryesisht në Belgjik, Holland, Bullgari dhe Spanjë deri në Norvegji. Personi në fjalë kishte tërhequr vëmendjen e policisë pasi në prill të vitit 2015 një prej furgonëve që po transportonte plastik nga brenda e Hollandës për në Londër të Anglisë ishte ndalur në kale të Francës për kontroll të imtësishëm, ku dhe ishin zbuluar disa pjesëtarë të tjerë të organizatës nga kablogramët telefonik. Hetimi tregon se organizatës kriminale janë kapur gjatë 2 viteve të fundit 2.338 kg marijuan dhe 23 kg kokain, vlera e së cilës përllogaritet në së paku 6 milion euro. Në mars të këtij viti, nga dokumentacioni i policisë greke konfirmohet se Keli, Klement Balili, ka mundsuar një kamion me barna ilaçe të kalojë pa problem kontrollin doganor në të cilin ndodhej edhe droga që do të shpërndajë më pas në vende të tjera të Europës. Trafiku i drogës mes medikamenteve mund të jetë kryer edhe nëpërmjet medikamenteve të kompanisë Çimprod, që zotroi deri në 2015 nga Dimitër Poti. Gjithashtu, nga përgjigje telefonike të kryera rezulton se Klement Balili është personi përgjegjës për transportin e hashashit nga jugu i Shqipërisë drejt ishujve të Jonit nëpërmjet skafeve. E mandej drejt Europës qendrore e perëndimore, ku mandej drejtimi i organizatës bëj nga Dimitër Poti. Pjesë e këtij trafiku ishte edhe sasia e bllokuar në ishullin e Zakinthit me më shumë se 600 kg hashash, ku arrestuan edhe 2 nga bashkëpunëtorët e tij, Petro Dalanaj e Kleanth Palaj, që kishin shkuar për të shoqëruar mallin deri në destinacion. Dimitër Poti nuk ka qenë i njohur nga prokuroria shqiptare dhe ajo helene, pasi në shtator 2015 nga Greqia ka mbritur në Tiranë një letër porosi ku kërkonte që Dimitër Poti të verifikojë në disa drejtime, pasi dyshohej për pastrim parash, të cilat mendoi se i kishte përfituar në mënyrë të palishme.